Në mjediset e Muzeut Kombëtar të Arsimit ABC në Korçë promovua vëllimi më i ri autores korçare Sofia Kristo me titull Dritaret e zemrës. Aktiviteti u organizua nga Klubi i Shkrimtarëve Bota e Re dhe Muzeu ABC me pjesëmarrjen e dashamirësve të librit, krijuesve dhe personaliteteve të jetës kulturore të qytetit. Ky është vëllimi im i parë poetik. Kam krijuar poezitë e mia dhe i bazohen dashurisë, mallit për vendin Korçën në këtë rast, gjithashtu natyrës edhe njerëzve të dashur. Keni kohë që shkruani? Po, kam shumë kohë që shkruaj. Në fakt, kam filluar të shkruaj kur kam qenë në klasën e 7 dhe pas asaj kam marrë dhe pjesë në konkurse të ndryshme për ese, por dashuria për poezinë më ka filluar kur kam qenë gati në vitet 20-21 vjeç dhe kam krijuar në fakt shumë poezi që mua herën e parë më janë ndjekur, këto janë poezitë e dyta, por vëllimi i parë i botuar. Poezia është diçka që më vjen natyrshëm, është besoj unë talenti i lindur, por dhe pak i trashëguar, sepse tetoja ime Pavlina Kristo ka qenë shkrimtare, tani nuk është midis nesh, por besoj se do eksploroj dhe në fusha të tjera. Gjatë promovimit u fol për vlerat letrare të librit, krijimtarinë autores dhe kontributin e saj në pasurimin e letërsisë korçare, të pranishmit ndam vlerësime dhe përshtypje mbi veprën e re, e cila sjell reflektime, ndjenja dhe përjetime të shprehura me ndjeshmëri artistike. Në kuadër të këtij aktiviteti u mbajt edhe një homazh në kujtim të krijueses Pavlina Kristo, e cila nuk jeton më. Miq, kolegë dhe të afërm kujtuan me respekt figurën e saj, kontributin në jetën kulturore të Korçës dhe gjurmën që la përmes krijimtarisë së saj.